Territori shqiptar për datën 13 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mod kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me mod të kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe me vranësira të pakta kalimtare në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët deri mesatar rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 13 dhjetor do të jetë në orën 6:51 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 16 gradë Celsius. Bera, 9 deri në 16 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 17 gradë Celsius.